Na jena diaspor, na jena full shit show. Na jena diaspor, na jena full shit show. Full. Na jena full shit show. 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 Full shit. Full shit show. Yeah! Pa! Mirëmbrëma, ju përshëndesim nga show. Full shqip. Guten Abend alle zuschauer in ganze Welt. Mirëmbrëma gjithë shqiptarëve në mban botës ku do që jeni edhe sonde. Siç do javë kemi thënë, do vazhdojmë ta themi gjithmonë, nga zemra e diasporës, nga shtëpia e diasporës, nga shtëpia e gjithë shqiptarëve anë mban botës, nga Full Ship Show. Ju urojmë një mbrëmje të bukur dhe urojmë që mos ndajeni nga ekrani jon për të na shikuar këtë emision të bukur dhe interesant si gjithmonë me mysafir ekskluziv për herë të parë në Full Ship Show. Kemi dy tema shumë interesante ku mysafirët janë hyen nga diaspora dhe ekskluziv. Pra për herë të parë në Full Ship Show. Marash, mirëmbrëma dhe ty. Mirëmbrëma Altin. Si ke kalu këtë ditë mirë? Shumë mirë. Çfarë bën këtë javë? Are në blitz në radar në isam kështu të pozitë në gjo? Pa blitz pa radar. Pa blitz pa radar? Pa grip, pak. Po të këta e normale, grip në gjona, se në këta e normale du të në Dimi. Absolutisht. Ti që kalove mirë? Mirë, super, edhe unë qështu. Pa blitz, pa radar. Pa grip me blitz. Me blitz? Po. Ashtë interesant me dalë fotografi në herë. Kur më pëlqen vetja, të më thonë, dalë në fotografi, kam shef me bo foto pa pare. Për momentin. Ashtë mirë me po. Dhe sa të vinë të posta. Kur vjen posta. Barash, kemi dy partner, të cilët janë Kompleksi Anesi dhe Prishtina Ticket. Mund t'i falenderojmë? Patjetër. Vielen Dank Kompleksi Anesi. Der Anesi-Komplex in Makresch bietet auf 1000 Meter Höhe frische Luft, Ruhe und traumhafte Natur. Auf 80 Hektar erwarten Sie 50 moderne Villen mit hochwertiger Ausstattung, 24 Stunden Sicherheit und kompletter Infrastruktur. Die perfekte Verbindung von Natur und Luxus. Vielen Dank Kompleksi Anesi. Imagjinata shikoj që them Azizit unë më shku me ble një villë atje në Gjilan, prej Ferizaj me shku në Gjilan me ble një villë, apo ti thome Donës shko ble një villë në Gjilan me gjenë se e do në Gjilanin, të Kompleksi Anesi, villa 207 metër katror banim me pishin verore dhe dimrore me 800 metër tokë apo ari. Kështu që Kompleksi Anesi është fshati më i bukur dhe turistik në Makresh, në Gjilan. Vielen Dank Pristina Ticket. Pristina Ticket, der größte albanische Reiseveranstalter, bietet Direktflüge von Basel, Zürich und Genf nach Pristina an. Im Ticketpreis sind Sitzplatzreservierung, Check-in, Handgepäck und 20 Kilogramm Gepäck inklusive. Vielen Dank. Fluturojmë pa turbulenca, me pak dridhje ndoshta derisa të marrin atë lartësinë e duhur me Pristina Ticket për Prishtinë nga Cyriu, nga Bazelin, nga Gjeneva, anasjelltas nga Prishtina në Cyrin, në Bazel, në Gjenevë dhe në gjithë Evropën me Pristina Ticket. Mund të zgjedhni edhe ulsen tuaj, nëse keni dëshirë me ulën në fund, se shqiptarët kanë qef gjithë me ulën në fund, se di pse. Në fund? E kundërta. Në karrik në ulset parë. Ma pak turbulenca. Për ndryshe edhe luksin e aeroplanit e mushni me kufera me të njëjtin çmim, me Prishtina Ticket. Pa. Këtë emision e fillojmë pak me një temë pak më ndryshe. Po, me një temë pak më ndryshe. Sot do kemi në qoftë se regjia na nxjerr një cover në monitor për ata që sukthyem. Edona Besim Kelmendi, një vajzë e cila jeton dhe vepron në Zvicër, e mbijetuar nga masakra në fshatin Qyshk të Pejes, ku janë vrarë 44 burra, ndërta babai i saj, axhallarët e saj, djali Axhës, dhe sot Edona ka ardhur për të promovuar librin e saj për ata që sukthyen. Dhe realisht një temë që më ka prekur kur kam biseduar me Donën, më është dukur shumë interesante. Edona është e mirë se ardhur në Full Ship Show për ta promovuar këtë libër, për të na treguar pak nga vepra e saj që ka botuar, por edhe nga e kaluara e saj
çfarë man mend në atë kohë. Është e mbijetuar e asaj masakre ku është bërë një katastrofë e madhe dhe sot përmbledh në librin e saj të gjithë historinë, dhimbjen e saj e gjitha me radhë. Shumë e rëndësi që e tregon këtë histori, që Shumë ka bërë këtë vepër edhe nuk është vetë kuptueshme që ka pas fuqinë me shkru këtë libër. Kjo është do ta pyesim me Donën, sepse është shumë interesant. Çfarë ka ndier, si e ka përjetuar, si e ka shkruajtur, domethënë është shumë interesant kur sepse Dona jeton me një dhimbje gjithmonë, nuk i nda dhimbja kurrë, por bravo i qoftë që ka shkruajtur të paktën dhe jeta vazhdon. Dona sot gëzon një jetë të mirë me bashortin e saj, me fëmijët e saj dhe kështu që është krenare me familjen e saj, por besoj që edhe jati, axhallart, gjithë ata që kanë ndruar jetë, lavdi dëshmorëve për Lavdi. atë dheun ton, mirë po janë krenarë edhe me Donën dhe për e saj. Ftojmë me duar trokitje dhe big up Dona Kelmendi në Folk Ship Show. Mirë se erdhe Dona. Mirë se u gjeta. Dona, mirë se erdhe, e kënaqësi që të kam në studio. Faleminderit, mirë se u gjeta. Realisht unë jam një tip që s'mnalet goja asnjëherë. Mirë, po kur është për tema të tilla që më prekin edhe mua personalisht dhe emocionalisht, jam shumë i vështirë për të bërë pyetje apo e kam shumë të ndel situata jashtë kontrollit. Ky është një libër që përmbledh të gjithë të kaluarën tënde. Po. Përpara se të flasim për këtë libër, Dona, kam dëshirë të na tregosh pak një biografi tënde për shikuesit, që ka shumë miliona shikues që na ndjekin, do të më ditë kush je mas pari, pastaj do flasim për veprën. Po. Atëherë quhem Dona Kelmendi. Jam lindë dhe jam rritë në qytetin e Pejës. Jam marrë me shkrime prej që jam e vogël. Prej që je vogël? Po, librin e parë kam botu në vitin 2004, kur kam qenë vetëm 14 vjeçe. 14 vjeçe librin e parë? Po. Okej. Po. Do thotë, mandej kam vazhdu me universitet, edhe atje jam marrë gjithmonë me arts, sidomos me shkrimin, është diçka që e bëj mas miri. Okej, Si thënë, bukur. me lexu, me shkru është e jemja. Erdha në Zvicër, ndryshoj paketa, mirë po nuk u ndala për me shkru. Kjo, paka shumë Bukur. një përmbledhje e Donës. Kam dëshirë me ditë si e mbijetuar një masakre në fshatin Qyshk të Pejës. Çfarë moshe ke qenë? Apo a mban mend pak a shumë, mban mend besoj nga ajo masakre. E mbaj mend shumë mirë. A mund të na tregosh si ka ndodhur? Kam qenë 9 vjeç e gjys. Po. Ne kemi shku në fshatin Qyshk, prej Pejës, prej qytetit Pejës, për mos strehu në fshat. Mirë po familja ime, arqët e mi, babi, kanë vendosë mos me lëshu Kosovën. Do të thotë kanë insistu që mos me dalë prej Kosovës, edhe kemi ndejt në fshat, në Qyshk. Bas 5 jave që ndrimi në fshat, me 14 maj, me një mëngjes, kanë ardhë, na kanë rrethu prej gjitha anëve, edhe na kanë lidhë gjithë fshatin me një vend, na kanë thonë me unda burat prej fëmijëve, po. Unë kam qenë përdore me babin edhe vllau, unë kam qenë 9 vjeç e gjys, vllau 6 vjeç, edhe mami ka pas 2 motrat. Kemi qenë gjithë bashk. Babi është vetëm është drejtu mamit, na ka dorëzu te mami dhe i ka thonë amanet fëmijët, amanet djalin. Edhe është nda. Do të thotë burrat janë nda një anë, gratë dhe fëmijët tjetër në anë. Burrat kanë qenë me dur pas koke. I kanë drejtu para nesh, do të thotë i kemi pas përballë gjithë kohës. Po më kujtohet, i kam fotografi të gjalla, që i thojnë flashback, do të thotë më vinë çdo herë, më kujtohet gjithçka. E përjetoj me gjitha shqisat, do të thotë jo vetëm sikur pamje, por edhe krismat, edhe çamet e fëmijëve, edhe nanat, edhe erën e çymit, edhe
do thot gjithçka, sepse gjithçka ka qenë në flak. Na kemi qenë një kaos. Çdo anë ke pas zhurmë, mirë po ka qenë edhe një, nuk e di si me spjegu, te fëmijët ka qenë edhe një ndjesi e një farë qetësie që flas për veten që ndoshta është ai shoku që e përjeton që nuk kam ditë ndoshta çka është frika në atë moment. Ka qenë një kaos, domethënë kemi qenë për humor. Fëmijët e vegjël kanë qenë ata që kanë qajt. Ne që kemi qenë pak më të mëdhej, kemi qenë gjithë të titanizuar, vetëm kemi pasë se çka po ndodh. Sa ke kuptu se çka të ndodh në atë moment, se fëmijë e vogël e kanë? Para se me ndodh me 14 maj, në muajin prill kanë hyrë edhe një herë në fshat. Atëherë ka qenë më ndryshe. Do të thotë na kanë dëbu prej fshatit 2 ditë, kemi shku me një fshat tjetër, po kanë qenë edhe burrat me neve. Çka kanë bë, vetëm kanë kallë shtëpi, kanë marrë gjësende. Kish ju kanë përzon? Po, veç na kanë kallë fshatin? Po, edhe jemi kthy prap pas 2 ditë Edhe në kthy fshat. prap te njëjti fshat, ë? Njëjti fshat. Aty ku i kanë ndjekur shtëpit. Po. Jemi kthy prap, edhe këtë herë e kemi di se është ndryshe, momentin se janë nda burrat, me duar mbas koke, momentin se nuk na lanë, do të thotë, nuk na thanë as që kanë më na dërgu gjiko, ose do të ka qenë, e kanë bo me një, ajo ka qenë e parapame që gjithë fshati, sepse kanë fillu prej fillimit fshatit, edhe i kanë dëbu, gjithë i kanë pru në fund fshatit, ku jemi në lagja jonë, se në fshat dihet se janë me lagje, për shembull lagja Kelmendi ose Gashi, ne më na kanë mbledh gjithë në lagjën e familjeve Gashi, edhe aty na kanë do. Do të ka qenë e ke ndji, se ka qenë ndryshe. Ka qenë ndryshe, ka pas shumë. Tani tek rikthimi i dytë dona që ju ndan fëmijët edhe gratë veç, burrat veç. Po. Çfarë ndjesie ka pas baba jot apo axhallarët apo ata burra, a e kanë ditur që domethënë si ka qenë, a mban mend, a e kanë ditur që do kenë ndoshta ekzekutim prej tyre apo thjesht tortura, apo si e kanë pritur ata? Babi e ka ditë. E ka Ç'është tregon mami? Mami ka thonë kur kemi kënë të shku mu mbledh gjithë bashk, mami ka thonë babit, ik, Kludna, ik. Ka thonë jo. E di se këtë herë është fundi, edhe jo. Nuk largona për juve. E di që këtë herë është fundi? Po. Babi ka thonë mamit jo. Nuk i lo kurrë dhe ka qëndru me neve. Edhe ekzekutimi u bë në sytë tuaj? Atëherë i kanë do në 3 grupe. Në fillim na kanë, do thotë kemi qenë detyruar ju jap gjithçka, ari, gjithçka që kemi pas, do thotë jem plaçkit. Edhe kanë qenë forca ushtarake serbe. I kemi jap gjitha, edhe burrat. I kanë maltretu para syve tonë. I kanë maltretu para syve tuaj? Po. Pikërisht babin, e kanë bërë një kërkesë kush është një shofer i kamionave, sepse familja jem, babi më është, e kanë pasë edhe një biznes familjar në atë kohë, edhe kanë pyet një shofer të kamionave. Do të me bë një hap përpara, babi e ka bë një hap që ka qenë shofer kamionit. Po. Edhe ka bë një hap përpara. Përpara, po sa ata kanë pyet. Se kanë pyet ata, mend pse e kanë bërë këtë pyetje? Se kanë dashur dikën me i marr kamionat që kanë qenë në Obor, do thotë 2 kamionat e familjes tonë. Kanë dashur me i marr dhe kanë pyet se kush është. Kanë dashur me ditë, po. Kanë dashur me vjedh ato. Po, i kanë vjedh, edhe i kanë marr. Do thotë në ato koha ato janë. E bëri një hap babi përpara. Babi bën një hap përpara, edhe i mshon me fundin e automatikut në bark. Babi është është përkul edhe gjithçka në prezencën e juaj. Po, na kemi bërcit fëmijët. Bab, e mami ka bërcit emrin e tij, Besim, edhe na kanë dalë gruaja Axhës. Që i ka thonë mamit mas, se nëse e din që jeni ju këto, ju vrasin gjithve. Po e din atë moment që ai hala pa u drejtu, na ka pa neve një herë. Kështu që kam atë fotografi të tij gjithmonë, që unë e tham, babi ka qenë një burr i gjatë, 1,90 m, i madh. Po në sytë e një fëmiu 9 vjeç, ka qenë diçka që ka mendu që askush nuk mundet me imposht. As një gjatë. Hero, si po për çdo fëmijë. Absolutisht, çdo fëmijë që mendon për babën. Për babën.
Kështu që me pa në atë moment që është ndija që pa fuqishëm para neve ka qenë shumë e vështirë. Sepse sot atëherë nuk e kam kuptu, po sot që jam prindë dhe vetë. Sa vjeti ka pas? Babi? Babi 36. 36. Moshë që unë sot e gëzoj edhe vajza ime madhe është sot në moshën time që kam qenë atë kohë. Edhe kjo e bën hala më të ndjeshme kur në sytë e vajzës e shoh veten edhe e shoh që sa e pa përgatitur e sa e pa fajshme është për gjithë çka që ndodhet rreth saj. Pas goditjes që ka marrë, pastaj direkt ka filluar ekzekutimi për gjithë ata njerëz apo? I kanë ndarë në 3 shtëpi, para se me Pra i kanë futur në shtëpi brenda? Po. Në shtëpi brenda i kanë gjuajtur? Po. I kanë gjujt, neve një na kanë largu prej aty, na kanë fut me një abort një shtëpie ku nuk kanë mujt burrat me na pa. Edhe babi në çdo shtëpi, në fshatin Qyshk, ka shpëtu, është një dëshmitar, do të thotë që jeton sot. Dho me babin ka shpëtu një kushëri i babit, që ka qenë krah për krah me babin, edhe ai tregon se babi e ka pyet ku na i keni lënë familjet, gjithmonë me dur mbas koke. I kanë thonë që i kemi mbaru, ata i kemi vra. Edhe I kanë thonë ashtu? po, babi më thotë ka shku me atë mendimin që ne jemi edhe i ka thonë fjalën se çka më duhet jeta nëse mi kanë vrarë dritat e syve. Do të thotë kjo është ajo që na ka thonë djali i Axhës së babit. Edhe i kanë vrarë. Nuk e dim se normal nuk dihet a kanë qenë të vdekur kur i kanë djeg. I kanë djeg? Po. Kufomat janë djeg. Po. Sadistat. Ja, është Shumë kemi hek shqiptarët. shumë e dhimbshme. Shumë e dhimbshme, realisht duhet i bërtasim këto gjëra ne sepse shumë pak bërtiten këto, shumë pak. Bërtiten, po jo aq sa duhet për t'i treguar botës sa më shumë që çfarë kemi hequr, çfarë kemi kaluar, që ta di bota dhe mos paragjykohet as një shqiptar për të kaluarën tonë, sepse sot edhe për mendimin tim padrejtisht mbahen edhe në Hag heroinj e gjallë të ushtrisë ligjëtare të Kosovës dhe bota duhet ta dëgjojë se çfarë ka kaluar të pak një vajzë 9 vjeçare. Zbon me harru kur. Jo, le që s'bën me harru mërash. Unë them që janë tema delikate, jo që s'bën me harru, po duhet ta themi her pas here që t'i tregojmë botës që kjo është çfarë na kanë bërë. Se armiku nuk ndalet asnjëherë në veprimtarinë e tij për të na bërë neve njerëz me bisht, apo për të na bërë neve imazhin sa më të keq në botë, apo për të na armiku e ka gjithmonë punën e vazhdueshme për ta rikthyer përsëri Kosovën. A e ke parasysh tani? Ideja është që ne duhet ta themi, po në këtë rast po ndjej një keshardhje edhe herë, po shpreh lavdi të gjithë dëshmorëve, lavdi për babën, Axhën, të gjithë me radhë, sepse është një diçka që unë e kam dëgjuar sot për herë të parë, pavarësisht që ma ke thonë pika të shkurtë në telefon. Edona, një person në dhomë me babin ka shpëtu? Po. Ai ka shpëtu. Si ka qelluar? Dihet gjë se si ka shpëtu apo keni marrë pastaj informacion se si mundi me shpëtu edhe ai ka treguar pastaj historinë se çfarë ka ndodhur brenda apo jo? Po, ai është djali i Axhës së babit. Djali i Axhës së babit. Ai ka shpëtu. Ai ka qenë krah për krah, do thotë me babin, edhe ai e kujton momentin e fundit. Ai ka shpëtu, ja kanë gjujt një shkreps. Për me e djeg. Për me djeg shtëpinë, do thotë domen. Edhe ai është përkull me e marrë, ata në çat moment kanë gjujt. Edhe janë largu se kanë gjujt edhe mjet e tjera. Ai ka kthy prej dritares. Ka qenë një shtëpi e pa mbarume, do thotë vetëm kaci i parë. Dritarët kanë qenë ende me nylon, e thënë edhe në libër, do thotë ai ka pas lehtë për me kthy prej dritares, atë sot është gjallë. Sot është gjallë. Po.
e dona si një fëmijë 9 vjeçar. Sot flitet shumë mos debatoni në sytë fëmijëve, mos bëni probleme në sytë fëmijëve, për prindrit këshillohet që mos me pas debate në sytë një fëmije, sepse fëmija përjeton trauma. Ti jo debat, po ti ke pa një film action, më thonë, original, atë ka mundu ajo traumë, sa kohë të ka mundu, jeton përsërimet e, apo çfarë ndodh me një fëmijë. Po mendoj që sot kishte qenë në moshë madhore tjetër gjë, sepse mundesh me menaxhu veten, apo mundesh me menaxhu veten, por si fëmijë 9 vjeçar, si e ke përjetuar? Tash po flasim para 27 vite. Po, 27 vite. Nuk ka qenë e njëjta edhe mendsinë tonë, mentalitetin tonë nuk ka qenë e njëjti mendim që e kanë sot, sidomos ne prindë sot. Po. Në kohën Më të fort kemi qenë po besoj në atë kohë. Po, më të fort mirë po nuk i kemi kushtu shumë rëndësi fatkeqësisht asaj se çka sheh fëmiu me sytë e tij. Po, absolutisht. Mendsinë tonë ka qenë që fëmiu harron, fëmiu e vazhdon jetën, fëmiu rritet, sepse një fëmijë normalisht edhe nëse kalon me një traumë, me një moment qesh, lun, sepse është fëmijë. Mirë pa ajo që e marr brenda një fëmijë nuk din me e shpri. Është shumë e vështirë me ditë që një fëmijë po kalon me një traumë. Zakonisht i shohim shumë njerëz që mbasi që ndodh diçka me një fëmijë, thonë nuk e kam vrejt, edhe prindit thotë nuk e kam vrejt që ka qenë në këtë pikëllim të madh fëmiu, sepse fëmiu nuk din me e shpreh. Edhe në kohën kur ka ndodh, me neve janë marrë shumë pak. Në kohën e fëmijëve të luftës, unë i quaj kështu, në fëmijët e luftës, fëmijët e paqes janë dy dallime shumë të mëdha. Fëmijët e luftës fatkeqësisht nuk është marrë kurkush me neve si familjar, si kur As këtu kur keni ardhur, domethënë ndim profesionale kundër traumës. Këtu kam marrë më e madhe, kam qenë moshën 24 vjeçare. Okay. Do të thotë kam marrë më e madhe dhe domethënë mas masakrës kinajt në Kosovë për një kohë. Jam lind, jam rrit atje, Sa kam përfunduar kohë dona tu fakultetin. ka dashur me marr veten pas asaj masakre? Nuk mundem me thonë që e kam marrë veten ndonjëherë. Akoma. Jo. Pra domethënë si fëmijë po mendoj, Po, derisa e ke kuptuar tamam se çfarë çyshe tek, se një fëmijë nuk e kupton. jo. Si fëmijë, do të thotë është mungesa. E shpreh me çajtun, Po, me po, dhimbjen, po. si fëmijë e ndi mungesën edhe e kërkon prindin. Mandej është koha e adoleshencës, Po. ku mbyllesh në vete shumë, edhe unë nuk kam fol. E di që kam qenë në shkollën e mesme, në gjimnaz, jam pasi ku një vajzë shumë e qeshur gjithmonë, shumë pak e kanë ditë edhe historinë, edhe ata që e kanë ditë vetëm që babi më është vrarë në luftë, mirë, po nuk e kanë ditë në çfarë rrethana. Jo. Do thotë kam fol shumë pak. Kam qenë më ekspresive, kështu ndoshta e buzëqeshune, në zonë se gjithmonë e shkëlqyshme, por e kam pas më vështirë me fol për luftë. Mirë po me vetën e kam pas një luftë të brendshme shumë të madhe. Shumë të madhe. Në familja keni fol për këtë temë ndonjëherë? Shumë pyetje e mirë. Janë bërë 27 vjet, ne jemi 4 fëmijë. Asnjëherë nuk kemi mbledh me fol. Me diskutu këtë. Jo, asnjëherë. Të shumë e dhimbshme. Po, shumë e dhimbshme. Kjo është arsyeja, apo jo? S'keni mujt apo e lini gjithmonë. E kemi mbrojt ndoshta njëri tjetrin, po. Momentin që unë kam pas nevojë me fol, kam thënë ndoshta ajo është mirë, motra, ose vllau ka qenë më i vogël. Mos m'ja kujtu, mos m'ja sjell prap në mend, edhe kemi kursyer njëri tjetrin, besoj, ashtu edhe mami, sepse mami ka qenë ajo që ka vujt më shumë. Sipas teja o kanë më mirë për me përballu pak këtë dhimbje, mos me fol për këtë temë, apo kishe pas dëshirë me fol në familje? Mu shprej. Ndoshta më mirë që nuk e kemi fol. Edhe pse unë e kam motrën, ka qenë 3 vjeçare në atë kohë. Ajo mbasi e ka lexuar librin. E ka kuptu. E ka kuptu shumë gjana, dhe më ka thonë shumë gjana nuk i ka ditë. Që unë i kam pa, se që ka ndodha atit. Ndoshta më mirë që nuk e kemi fol. Sepse nuk është diçka që nëse e flasim, shërohet. Nuk është një traumë që me të folun shërohet, fatkeqësisht. Tani, kur e ki marrë atë fuqi me fillu me shkru për këtë vepër, edhe kur ka ardhë ideja për herë të parë që ki dëshirë me shkru këtë që ka i ki përjetu,
edhe mi botu? Unë kam shkru gjithkohës. Mirë po për me tregu tamam si ka qenë e vërteta, më ka ardhë një si them, ndoshta mendimi ose kur kam marrë në Zvicër. Edhe kur kam diskutu me njerëz këtu që e ka njoft shumë pak luftën në Kosovë, realitetin e luftës, si që tha edhe Altini që keq kuptohet shumë shpesh. Më është bëu pyetje këtu se kush i ka provoku serbët që e kanë bërë gjithë atë luftë. Do thotë Kush i ka provoku? po. Edhe kjo pyetje më është bëu këtu. Nga zviceranët? Po. Gjithmonë prej tujve. Do të thotë ka qenë edhe kjo arsyeja që kam dashur më ju tregu që ne kemi qenë viktima të shtetit serb, vetëm se kemi qenë shqiptar. Jo që i takojmë një feje ose vetëm për komsi, do të thotë. Vetëm komsia ka qenë problem gjithmonë i popullit shtetit serb me ne. Edhe ju kam spjegu gjithmonë, kur kam vendosur me spjegu, normalisht kam bërë edhe terapi këtu, ajo më ka ndihmu shumë. Edhe mendimin edhe të atyne, edhe me kurajën që ata më kanë japë, më kanë thonë që nuk duhet me i lanë në harres këto gjona. Edhe pse ka qenë diçka brenda meje që kam mendu gjithmonë me e bo mirë, po kam mendu që ndoshta nuk kam forcë. Shpesher jam dije pa fuqishme. Sa procesi gatu kanë deri kur e ke përfundu këtë libër? Shumë i gjatë. Me vite? Me vite, po. Me vite. Është një libër me 115 faqe, mirë po që mban brenda gjithçka të asaj çka e kam përjetuar edhe po. Do më thanë është edhe dëshmi për çka ka ndodhur, Po. e tregon historinë, Po. Kum pa që ke edhe poezi. Po. A mundesh me përshkru pak librin? Po, ky libër është i përban prej historisë. Unë kam hyrë direkte në temën e 14 majit. Është një prolog i shkurt ku e përshkruaj jetën para luftës me familjen tonë, një jetë e thjeshtë në familje, një jetë normale, pushimet në fshat, jeta në fshat, në qytet, do thotë një ndërlidhje, edhe kontrasti tjetër që kaloj pas luftës, që është diçka e pa, ndoshta mendoj për njerëzit që nuk kanë përjetuar luftë, është diçka e pa kuptueshme. Dhe pa imagjinueshme. E pa imagjinueshme. Për ta shkruar këtë libër, ke marrë, besoj, bashkëpunim me dëshminë nga djali i Xhexhait, Po. Babit, që të ka ndihmuar, ndoshta. Po, për informacione, për gjëra, për. Po, gjithçysh. Aty është edhe djali i Axhës tim, i cili thjesht ka shpëtu, ka pas fat. Atë kanë sjell me kall para nesh, me shtyn me i thon, ka qenë një shtëpi që ishte u djeg në ku ishim ne. Ai ka qenë 17 vjeçar dhe i kanë thonë para nesh hin me u kall. Ai nuk e ka kuptuar gjuhën serbe, edhe nuk ka lëviz, i kanë thonë 2-3 herë, nuk kuptoi se çka po i thonë. I është drejtuar nënës tem, në atë kohë e ka kry, do thotë kur kanë kry shkollën, gjuhën serbe e kanë, po. Edhe ajo i ka thonë, Ardian, po të thonë me hy me u djeg. Hezitimi i tij, ndoshta ai ka hezitu, edhe ka ardhur një tjetër urdhër. Këto më ka qenë fat, thjesht çështje sekondash, ka ardhur një tjetër urdhër që ka thonë me i ndal këto lojra, për ta kanë qenë lojra, do thotë kanë filluar me bë këto lojrat, po e shtimë u djeg para familjes, Pra me ndal lojra. Po, për ta ka qenë loj. Edhe i kanë thonë sa vjeçari je, i ka thonë 17. I thanë ulu po të lejëm me jetu edhe disa ditë. Kaq. Ai është sot. Edhe sot. Sot është edhe ai është sot është gjallë. Mirë pa ai ka përjetu do thotë edhe moshën që ka qenë ai ka përjetime të rënda. Shumë të rënda. Se i ka kuptuar më mirë se sa. Ai ka varros me durë të veta, do thotë eshtrat i ka atë natë ka qenë shumë e vështirë edhe me identifiku, sepse në vitin 2000 është bëha dhe rivarimi, sepse eshtrat kanë qenë atë shumë djegun, kufomat, eshtrat janë përzi. Do thotë në vitin 2000 është bëha rivarimi, edhe neve na është dorëzu, si me thonë, një kaq kuti me eshtrat e babit, që unë e tham edhe në libër që
Ajo ka qenë për mu gjithmonë që më ka përndjek si kur dhimbje që një kuti ka që vogël i mbani ishtrat e babit tim që ka qenë aq i madh. Bravo për këtë fuqi që e keni. Ardiani jeton në Kosovë, në Zvicër, Argjani është në Kosovë. në Kosovë. Tash është moshë madhore ai. Po, Argjani është i martuar, i ka 2 fëmijë. Ama ai pas ka patur një Ai ka një histori histori realisht shumë të vështirë. shumë të vështirë. Po. Me benzini kanë futur, më i kanë ekzekutuar, i kanë kalli, kanë djegë edhe pastaj janë larguar. Po, kanë shku prej fshatin në fshat, do thotë atë ditë janë pra 100 burra. 100 burra. Unë flas për fshatin Qyshk, Po. kam vazhduar në fshatin Pavlan, Zahaç dhe Labjan të Pejës, edhe aty kanë vra. Prej nesh do të janë shku në fshatin tjetër, edhe me rendi kanë vra në 4 fshatra, janë 100 burra komplet. Mi po normalisht jam autorizu edhe kam shku për fshatin Qyshk, diçka që kam pa me sytë e mi edhe kam dasht me qenë gjithçka e vërtet për atë edhe kam shkruar për fshatin Qyshk. Kur ke ardhur në Zvicër, a ke vret që ka pas njerëz që janë kanë në ndikimin e propagandës serbe që ta kanë bërë pyetje, ku që ka provoku? Bravo. Që kanë për ty? Me pas Fakti që të kanë pyet kush i ka provoku Po. është fakti propagandës. Ka pas shumë. Edhe a je çudit në atë momentin e parë që ka njerëz në këtë botë që i kanë besu? po, normalisht po. Edhe pse varet prej moshës. Moshat e reja unë normalisht nuk pres që dikush që është deri në moshën ndoshta 28 vjeçare, 27 vjeçare ose më të vegjël, sepse ka qenë një luftë që atëherë kemi pas më pak media e gjithçka që me pas informacione. Mirë po, propaganda ka qenë. Prej fillimit kam parë që njerëzit na kanë pa më të ftoftë. Unë kur kam tregu për çka kam përjetu, edhe më kanë pa çuditshëm se qysh jam mirë, do thot me një dyshim se nuk jam të e thonë të vërtetën. Do thot është e pamundur që e ke kalu edhe je mirë. Edhe akoma je po. Po, me të vërtet po. Psikikisht je mirë, Po, me të vërtet, se realisht më ndodh tek ta me të dëgjoj vërtet po, tillë- kjo ka qenë fillim. Po, si që thënë, jemi një popull shumë i fortë. absolutisht. Edhe më vjen mirë që e kemi këtë mendësi, edhe mendoj, shpresoj ta ruajmë. A ka një pjesë të veçantë në libër që mundesh me lexu, një pjesë nëse nuk ka shumë tepër e dhimbshme, po besoj që ka teleshikues që kanë dëshirë pak me ditë. Po, mundem me zgjedh diçka. Është diçka shumë interesante. Bona këtë pyetje për njerëzit që kanë me du këtu në Zvicër, sepse sipas meje ky shteti ka qindra mijë shqiptar. Të kuptoj po. Edhe është pjesë e Zvicrës, jemi po pjesë e Zvicrës, edhe pjesë të historisë Zvicrës, edhe për mua kjo është mungesë e edukimit mos me ditë se çka kanë përjetu shqiptarët. Edhe është shumë e rëndësishme, është një përgjegjësi e madhe që e ke shkruar këtë libër edhe që jetu e tregu këtë Përgjegjësi e histori madhe dhe vazhdimisht. punë shumë e madhe që ka bërë Dona, por mbi gjitha mu ngeli mendja tek pyetja që i kanë bërë kush i ka provokuar serbit që kanë bërë atë masakër. Pra domethënë e kupton se çfarë propagandë të fortë kanë armiqt. Edhe ne duhet patjetër që të punojmë ditë e natë për ta treguar të vërtetën, sepse e vërteta jonë zbehet ndaj propagandës që bëjnë ata kundër nesh. Edhe sunal kur. Sunalet kur. Edhe shihet në Den Haag, shihet çan të bo edhe. Por e Dona është heroin e kësaj vepre, kështu që me gjithë familjen e don me bashkë me familjen që i ke, urojmë gjitha të mirat për juve, sepse unë vetëm duke dëgjuar ty, futa në atë botën tënde, bona veten fëmijë 9 vjeçar bashkë me ty edhe të përjetu gjitha të gjo, edhe unë ngel gjithmonë pa fjalë. Thash edhe jam shumë delikat në këto lloj bisedash, por vazhdojmë me Dona. Atëherë po e zgjidh një monolog. Një grua që ka humbur bashkëshortin. Ai shkoi pa më pa në sy për herë të fundit. Nuk më tha do të kthehem, nuk më tha asgjë. Mbas e dinte që nuk do të kthehej. Unë e di që mdeshje, edhe pse nuk arriti të më thot për herë të fundit. E ndjej në heshtje sa herë vetëm me kujtimet. Ka mësuar të jam burrë dhe grua, nën dhe baba,
të rrisë fëmijët pa i ngarkuar me peshën e trishtimit. Për nata. Nata e njeh mirë dhimbjen dhe vetmin time. Aty ku askush nuk më sheh, aty ku e thras me emër dhe përgjigja nuk më vjen. Aty ku shtrihem në anën e tij të shtratit dhe prek boshllekun si të ishte lëkura e tij. Edona, unë shumë të falenderoj për këtë libër edhe për punën që ke bo, edhe për veprën tënde, edhe për guximin, për motivin, për të gjitha. Ne edhe i herë lavdi gjithë dëshmorëve, tani po e mbyllim pjesën e errët, vazhdojmë pak të pjesa e ndritshme e jotja, sepse ke edhe një familje të mrekullueshme që sot jetoni në Zvicër. Këtë libër ku mund ta gjejmë për të gjithë të interesuarit që kanë dëshirë për ta blerë dhe për ta kuptuar të vërtetën asaj masakrën në fshatin Qysh të Pejës? Librin e kam dërguar vetëm në librarinë Buzuku, në Prishtinë, Në Prishtinë, po. Online ose në shesh në Prishtinë. Okej, online si mund ta gjejnë online? Vetëm libraria Buzuku, Okej. do thotë Libraria Buzuku në Prishtinë mund ta gjeni librin e Edona Besim Kelmendi për ata që su kthyen. Pra gjithë ata që kanë dëshirë për ta lexuar këtë vepër mund ta marrin, e keni vetëm 8 euro edhe ja vlen për ta lexuar dhe për ta kuptuar se çfarë ka hequr Edona me familjen e saj, por të gjithë ata shqiptarë sepse që kanë vrarë 100 burra në atë ditë, kështu që duhet ta kuptojmë të gjithë se çfarë kemi hequr nga armiku dhe duhet ta flasim dhe ta bërtasim gjithmonë dhimbjen që kemi kaluar për të treguar botës që propaganda nuk duhet fitoj para drejtësisë edhe para të vërtetës. Edona, kthehemi në Zvicër. Erdhe në Zvicër në moshën 24 vjeçare. Ishte një jetë e vështirë, e mirë për ty? në fillim ka qenë pak vështirë. Pak e vështirë fillimi, 2-3 vitet e para për krejt depresion o kanë. Kur vjen Zvicër është depresion. Unë për veti kam kalu 2 vitet e para depresion i kam pas. Ka qenë vështirë. Edhe gjuha, do thotë, unë s'kam ditë asnjë fjalë frangjesht. Kam ardhur në fillim as fjalën mirëdita nuk kam ditë me thonë. Do thotë njerëz pak, siç dihet në Zvicër më të ftohtë për neve. Absolutisht. Andaj njerëz që nuk i nje, nuk i rret, nuk i shoqëri, unë kam marrë këtu, nuk kam pas asnjë person të familjes sime. Vetëm familjen e bashkëshortit. Fatmirësisht që janë këtu. Po për ndryshe kam qenë vetëm. Që sa vjet jetash në Zvicër? 12 vjet për 13. E sot me gjuhë? Sot e flas shumë mirë, po gjuhën franceze e kam përvetësuar mirë, flas. Sa kohë du desh me mësue Dona? Ndoshta kjo është edhe diçka, siç thënë, dhunë ti, më pëlqen gjuhët. E flas shumë mirë gjuhën angleze dhe flas sikur shqip. Franceze kuptoj shumë mirë gjermanisht, gjermanishtën e gjermanisë. Normale. Kështu që me gjuhë, ndoshta më zhdosht 2 vite, mandej kam qenë fluent, e kam fol shumë mirë. Okej, bukur. Mirë është hala me shkrim? Po. Shkrimtari? Pritet që libri mu përkthye dhe në gjuhën franceze. Kam një suport të madh prej persona që janë në fuqi në Zvicër shqiptar. Po. Që më vjen mirë, ndoshta nuk po i cik me emra, mirë po në kantonin tonë që janë të njoftun, Vaudit, do thotë në Zvicrën franceze, që mendojnë se duhet patjetër më përkthy për të hujt. Të kisha këshillu edhe në gjuhën gjermane ta përkthesh sepse shpresoj do ishte mirë. Një rrugë e dy punë tash që i them asaj. Edhe gjuhën gjermane është shumë e vlefshme ky libër për të përkthyer. Sot çfarë punë bëni Edona, me çfarë merreni? Kam kry për sekretar medikal, do thotë për sekretaresh në një kabinet të mjekut. Okej. Po. Edhe vazhdon punën. Po. Bukur. Po. Unë e bëj një jetë normale. Okej. I kam 2 fëmijë. Okej, 2 vajza. Faleminderit. E madja do thotë 10 vjeçë bëhet, e dyta 8. Jam marrë më shumë me fëmijët në fillim kur kam ardhur. Pastaj kam kryer një shkollë për me pas një diplomë në Zvicër, ka qenë e rëndësishme për mua. Me pas një diplomë, tash punoj aty, jam mirë, një jetë qetë. Okej. Sa e lidhen me Kosovën, a shkon shpesh? Po, shkoj shumë shpesh. 4-5 herë në vjet shkoj. Pushimet e fëmijëve gjithmonë. Po edhe ndonjëherë kështu një vikend
Po, jam e lidhur me Kosovën gjithmonë. Kam gjithë familjen në Kosovë, nanën, motrat, vllahun. Fëmijët 9 vjet, ki thonë. 10-8, Po, 10 i Morea edhe Elia 8. Frëngjishtën e folin perfekt. Po, frëngjishtën e folin, po folin shqip shumë mirë. Po, a ki frikë që harrojnë Shqipen me kohë? Apo... Shkojnë në shkollën shqipe, që 3 vjet. Janë ansamblin Ilirët në... mundohemi pratë për i cikë se jemi, po mundohemi me imbajt në atë frymen shqiptare, edhe pse bashkëshorti është lindë dhe është rritë këtu në... Është lindë dhe rritë në Zvicër, po... Por është nga Kosova? Po. E nga cili vend i Kosovës, nga? Ferizaj. Okej, pas të shku prej pe në Ferizaj. Po, fakt. A njoftë në Zvicër bashkëshorti apo në Kosovë? Që shtojmë na, është sebep, është bo dikush sebep. Është bo dikush sebep. Po mirë, shumë mirë. Bukur. Po, natë mirë. Super. E rëndësishme është që je lumtur, Edona. Jam mirë. Kjo është më e rëndësishme sa si gjatë tjetër. Bukur. Marashki? A ki ndoni mesazh për teleshikuesi që po na ndjekin tash, ja për librën ose njerëz që kanë përjetuar një histori si ti? Për njerëz që kanë përjetuar një traumë ose një histori të thimbshme, gjithmonë me pas besim në veten, mos me mundu me harru, mirë po me i bo vend edhe gjanave të mira njët. Unë thamë që pikëllimi edhe lumëturia janë dy, që po duhet bashkëtojnë me njëri tjetrin. Të trishtimi edhe lumëturia janë bashkëudhëtar, nuk mundemi me qenë gjithmonë të lumëtur e gjithmonë të trishtum. Ti bëjmë vend edhe gjanave të mira njët, edhe pse nuk duhet. Thamë, më mundu me i harru, nuk mundesh me i harru, mirë po me i lanë vend edhe gjanave të mira. Kjo kish me qenë mesazhi. Mesazhi mirë. Faleminderit. Edona, kam një pyetësor. Përpara se ta mbyllim këtë intervistë, kam dëshirë që mos të dalësh nga kjo studio pa ta bërë një pyetësor, pasi ke ardhur nga Lozana? Po. Nga Lozana. E tashi me bo 2 orë gjys rrugë, e me të lanë me dalë prej kësaj studio pa një pyetësor. Ke drejt për të zgjedhur njërin nga të 2 variantet e pyetjes që japim ne. Atëherë, Edona, ke dëshirë të shkruash për të shëruar veten apo për të edukuar të tjerët? Këto shkojnë të dyja ka pak. Mirë E po. di, po njërin, kjo është ideja. Atëherë për të edukuar të tjerët. Për të edukuar të tjerët. Nëse flasim për librin për ata që su kthyen po. Okej. Gjithçysh. Zgjedh heshtjen apo zë të fortë në publik? Zë të fortë në publik. Kujtime personale apo histori kolektive? Histori kolektive. Lot gjatë shkrimit apo forcë e brendshme? Lot gjatë shkrimit. Të lexojnë të rinjt apo brezi që e ka përjetuar kohën që ke shkruar? Të lexojnë të rinjt. Fjalë të drejt për drejta apo metafora? Fjalë të drejt për drejta. Të rikthehesh në ato vende apo t'i ruash në kujtime? Të rikthehem në ato vende. Shkrim në qetësi totale apo në një muzikë në sfond? Me një muzikë në sfond gjithmonë. Të përkthesh librin në shumë gjuhë apo ta ruash në gjuhën shqipe? Mundësisht ta përkthej në shumë gjuhë. Promovim i madh apo takim i fshehtë me lexuesit? Promovim i madh. Libri i dytë për luftën apo për dashurinë? Të dyja. Atë, Po ta prishi. mos me... Te kjo s'po ta prishi fare. Kjo këtu e ke për njërin për zgjedhur, po këtu po t'i lejtë dyja. Dhimbje e kthyer në art apo në aktivizim? Më shumë në aktivizim. Aktivizim. Falje apo drejtësi? Drejtësi gjithmonë. Nëse do zgjidhje fjalë për librin, kujtim apo forcë? Forcë. Forcë.
E donë shumë kënaqësi që të kisha në Folship Show, po ta them me sinqeritetin më të madh, jo një libër, po 50 libra një botosh, 50 libra do i promovosh në këtë vend. E ke hapësirën tonë dhe këtu, e ke shtëpinë tonë dhe në Folship Show, kështu që je mirëseardhur kurdo që ke dëshirë, me kënaqësinë dhe respektin më të madh. Këtu e ke një kamer ku mund të përshëndesesh këtë do në zemër aty dhe jemi në çastet e fundit të kësaj interviste. Atër, spari, faleminderit juve. Këtë moment vetëm nanën time. Faleminderit për gjithçka. Faleminderit që falë teje sot jemi këtu dhe ja kemi dalë 8-4. Si e ka emrin nëna? Shpresa. Shpresa, edhe unë të përshëndes me respektin më të madh. Faleminderit. Faleminderit shumë, Edona, të përcjellën me Duart Rokition, Big Up on Jonas. Edona, Kelmendi!